Përshëndetje, të nderuar deputet, antar të Komisionit për Burimet Natyrore, Infrastrukturën dhe Zhvillimin e Qëndrueshëm. Kemi thirrur mbledhjen e parë të këtij komisionit të nderuar me rendin e ditës i cili është përcjell në kanalet e komunikimit zyrtar, por në vijim përbën konstituimin e Komisionit për Burimet Natyrore, Infrastrukturën dhe Zhvillimin e Qëndrueshëm dhe pika e 2 të rendit ditës, diskutime mbi draft kalendarin e punimeve të Komisionit për periudhën 29 shtator-17 tetor. Së pari, uroj që ky komision të ketë një punë sa më të mbarë, të gjithë deputetëve një punë me sukses në debatet dhe diskutimet e frytshme për të gjithë votuesit që na kanë sjellë në këtë tryezë, dhe mbi të gjitha për të realizuar objektivat sipas kalendarit punimeve të aprovuar në seancën plenare më e fundit e ditës së djeshme. Më lejoni që të quaj këtë komision të konstituar duke vlerësuar në vijim vendimin numër 57/2025 për disa ndryshime në vendimin e Kuvendit numër 166, datë 16/12/2004 për miratimin e rregullorisë së Kuvendit të Shqipërisë të ndryshuar, ku Komisioni për Burimet Natyrore, Infrastrukturën dhe Zhvillimin e Qëndrueshëm ka si çështje në fushën e veprimtarisë, fushën e energjisë, burimeve natyrore dhe biodiversitetin, infrastrukturën, industrinë dhe telekomunikacionin, rregullimin e territorit, tregtinë dhe mbrojtjen e mjedisit dhe për çështjet për zhvillimin e qëndrueshëm. Vendimin numër 61/2025 dhe 66/2025 për saktimin e kryesisë të komisioneve të përhershme të Kuvendit përcakton Anila Denaj kryetare, Ceno Klosi nën-kryetar, Blendi Himxhi nën-kryetar dhe Ilva Gjusi sekretare. Vendimin numër 64/2025 për saktimin e antarësisë së komisioneve të përhershme të Kuvendit përcakton Zoti Klevis Jahaj, antar, Zoti Orlando Rakipi, antar, Zoti Vullnet Sinaj, antar, Zonja Besa Spaho, antar, Zoti Kliti Hoti, antar, Zoti Fidel Kreka, antar, Zonja Klodiana Çapja, antar, Zoti Redi Muçi, antar. Vendimin numër 65/2025 për saktimin e antarëve zëvendësues në përbërjen e komisioneve të përhershme të Kuvendit përcakton Zonjën Bora Muzhaqi, antar zëvendësues, Zonjën Hatice Ekonomi, antar zëvendësues, Zonjën Antoneta Dhima, antar zëvendësues, Zotin Belind Këlliçi, antar zëvendësues dhe Zotin Artar Luku, antar zëvendësues. Besoj që me këtë informacion ne realizojmë pikën e parë të rendit ditës, konstituimin e të gjithë antarësisë të këtij komisioni dhe antarët të zëvendësues, dhe nëse nuk ka diskutime, e quaj pikën e parë të këtij rendi dite të kryer. Në pikën e dytë, në lidhje me draft kalendarin e punimeve të komisionit për periudhën 29 shtator-17 tetor, sikur se jeni ndjeni, ditën e djeshme seanca plenare miratoi këtë kalendar dhe përgjegjësia e këtij komisioni është si më poshtë. Shqyrtimin si komision përgjegjës i përligjit për menaxhimin e integruar të mbretjeve, ku Komision për dhënie mendimi janë Komisioni i Çështjeve Ligjore dhe Administrata Publike, Komisioni për Evropën dhe Punët e Jashtme, Komisioni për Ekonominë, Punësimin dhe Finansat. Dhe afati për shtjellimin e këtij ligji në seancë plenare është data 16 tetor. Projektligji për ratifikimin e marrëveshjes së grantit ndërmjet Republikës Shqipërisë dhe Bankës Evropiane për Investime për projektin e infrastrukturës hekurudhore të korridorit të 8, faza e parë Shqipëri. Komisioni përgjegjës është ky komision i nderuar. Komision për dhënie mendim është Komisioni i Çështjeve Ligjore dhe Administratës Publike, Komisioni për Evropën dhe Punët e Jashtme, Komisioni për Ekonominë, Punësimin dhe Finansat. Edhe për këtë projektligj, data finale për trajtim në seancë plenare është 16 tetor. Kemi vlerësuar së bashku me sekretarinë e komisionit që vlerësimin dhe shtjellimin e të dyja ligjeve të realizojmë në data 13 dhe 14 në varësi dhe të 3 komisioneve të cilat do të vlerësojnë shqyrtimin e tyre përpara komisionit tonë përgjegjës. Ndërkohë, kemi 2 institucione të cilat janë institucionet pavarura dhe për të cilat në datën 9 tetor në seancë plenare është data finale për vlerësimin dhe raportim në seancë plenare, konkretisht AKEP dhe ERE, dhe kemi propozuar së bashku me sekretarinë që
Java e ardhshme, data 6 dhe 7, të jetë pjesë e kalendarit për dëgjesën e të dy institucioneve të pavarura në varësi dhe të disponibilitetit të tyre, respektivisht 6 apo 7, në mënyrë që 48 orë para datës 9 qersh seancë plenare të kemi mundësinë që ne gjithë të dëgjojmë dhe të bëjmë pyetjet për të dy institucionet e pavarura më lart përmendur. Nëse ka çështje për diskutim, pyetje, unë deklaroj të hapur këtë mbledhje komisioni dhe lë fjalën për të gjithë anëtarët të dy krahëve. Faleminderit. Edhe mirë se erdhe. Një fëmijë në këtë komision gjithmonë është mbarësi. Faleminderit dhe e kemi të hapur për diskutim. Kush e do fjalën? Po, zoti Imçi. Faleminderit zonja Denaj. Ju uroj për pozicionin dhe detyrën e ngarkuar. Faktikisht sot dhe kemi konstituimin e komisionit përsa i përket pjesës burimeve natyrore, infrastrukturë dhe zhvillimit qëndrueshëm. Ajo që konstatoj është që datat në cilët janë planifikuar, spari do të nisja me dy institucionet përsa i përket raportimit që duhet të bëjmë para komisionit tonë, janë afate jashtëzakonisht të shkurtra. Për arsye sepse sigurisht ju jeni referuar afatit 48 orë që është afati përfundimtar, por nuk ka asnjë arsye që të jetë akoma më përpara. E them këtë për arsye sepse spari neve duhet ta përpunojmë dhe ta lexojmë materialin. Ne nuk jemi këtu. Qoftë edhe shikoj edhe për sa i përket edhe projekt ligjit për menaxhimin e integruar të mbetjeve, që është një projekt ligj, do të thoja jetik për Shqipërinë, për shkak të skandalit madh që ndodhi me inceneratorët dhe për cilët përsëri ju po bëni shumë mirë që po i riktheheni viti 2013 për menaxhimin e integruar të mbetjeve urbane, të cilët kishte sigurisht një ligj për sa i përket dhe për rikthehemi përsëri pas rreth 13 vjetësh, po i rikthehemi përsëri këtij projekt ligji. Ajo që konstatoj është që afatet përsëri këtu janë 48 orë. Ne jemi komisioni, do të thoja, më i rëndësishëm që diskuton sigurisht projekt ligjin për menaxhimin e integruar të mbetjeve. Jemi po aq i rëndësishëm edhe për projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes së grantit ndërmjet Republikës Shqipërisë dhe Bankës Evropiane për investimet për projektin e infrastrukturës hekurudhore të korridorit 8, që është faza e parë për sa i përket Shqipërisë. A mundet që brenda ditës neve ta miratojmë këtë dhe mund të kemi pyetje, mund të kemi qëndrimet tonat, mund të kemi diskutime, mund të ketë edhe reflektim, do të thoja, nga ana e qeverisë për sugjerimet që do t'i çonim ne si komision para se ta dërgonim në seancë plenare. Dhe mund duket kjo një moment arrogance e vazhdueshme që e keni nisur që nga momenti i ndryshimit të konstituimit të komisioneve, duke ndryshuar rregullore në mënyrë të paprecedent në një shkelje të jashtëzakonshme, përsëri vazhdohet po me të njëjtën gjë edhe në planifikimin e një programi. Nëse neve nuk na merrni në konsiderat si opozit, nëse neve nuk na e konsideroni dhe e quani vetëm punë për të mbaruar dhe një pengesë autoritetin e parlamentit mbi të gjitha, atëherë pse duhet jetë më parlamenti dhe të vendosim një shtet totalitar të drejtuar nga Edi Rama dhe s'kemi asnjë arsye tjetër pse të jemi deputet. Nëse do jemi në pozitat e një deputetit kuvendit Shqipërisë, nëse kuvendi do të gëzoj pikërisht atë që konstatohet në nenën 1 të Kushtetutës së Republikës Shqipërisë, ku thuhet Shqipëria është republikë parlamentare, dhe nga ana tjetër nuk po respektohet asnjë aspekt qoftë kushtetues, po qoftë edhe rregullores kuvendit, e konstatojmë me keqardhje që neve duhet të ndryshojmë pa diskutim afatet për sa i përket pjesës së diskutimeve. Qoftë për raportin e vlerësimit të autoritetit, pasi konstatoj që është depozituar me 28 prill raporti veprimtarisë së komunikimeve elektronike,
për sa i përket AKEP-it dhe raporti i veprimtarisë vjetore të entit rregullator është më 2 prill. Ne do ta kërkonim që të paktën sekretariat na e vinte në dispozicion sot, por edhe pjesën e diskutimeve data 6 edhe 7, unë mendoj që të ishte, domethënë, për sa i përket është futur në planifikim më datën 9, domethënë llogarit ju i keni çuar në limit. Pra, atë që ne mund të mbajmë qëndrim, ju e keni quajtur si moment vetëm thjesht sa për ta kaluar në seancë plenare. Ndërkohë që ne duhet të japim rëndësinë komisionit për sa i përket fazave të diskutimit. Dhe fazat e diskutimit duan kohën e vet, duan periudhën e maturimit, edhe të mendimit, edhe të qëndrimeve tona, qoftë teknike, po aq edhe politike. Ndaj jam i idesë që për sa i përket pjesës së datave, për sa i përket raportit veprimtarisë të ishin pak më të afërta, për t'i lënë kohën e mjaftueshme për ta kaluar atë në seancë plenare dhe për një përputhshmëri, do të thoja, apo qëndrim tonin qoftë me raportin, apo qoftë edhe kundra këtij raporti, apo një qëndrim pro dhe të pjesshëm ndaj raportit, apo pjesërisht kundra. Do na duhet që të paktën minimalisht datat për menaxhimin e integruar të mbetjeve urbane dhe projekt ligji për ratifikimin nuk mund të lihen 48 tetor para seancës plenare, duke qenë që neve kemi peshën më të madhe në komision. Nëse komisionet e tjera do të japin vetëm mendimin dhe qëndrimin e tyre në lidhje me projekt ligjin për të parë përputhshmërinë ligjore, apo duke parë edhe pjesën e vlerësimit apo mendimeve të tyre, ne jemi, do të thoya, komisioni vendimarrës për ta kaluar atë më pas në seancë plenare. Ndaj, zonja Denaj, pavarësisht se nuk do dëshiroja ta nisja me kritika që në fillim të kësaj mbledhje të komisionit pasi jemi për herë të parë, por sigurisht e konstatoj me dhimbje që gjërat nuk janë ashtu siç duhen. Dhe së dyti do të kërkoja që të kishe një reflektim nga ana e komisionit në planifikimin e datave. Ju faleminderit. Po, faleminderit zotë Hinçi. Unë e hodha për diskutim pikërisht në mënyrë që gjithë të reflektojnë, të japin komentet e tyre dhe të ndryshojnë dhe datat. Do të kërkoja nga ju të propozonit një datë konkrete që të jetë në përputhje edhe me rregullin se si një komision përgjegjës mund të trajtojë një ligj pa kaluar më parë të komisionet për dhënie mendim. Megjithatë, unë le të hapur diskutimin, por në mbyllje të mendimit tuaj do të vlerësoja dhe një datë konkrete se çfarë propozoni ju për të realizuar një diskutim për të dy ligjet. Për sa i takon institucioneve të varësisë, më lejoni t'ju theksoj edhe një herë që me të drejtë ju thoni kemi nevojë të lexojmë në fusha veprimtarie siç është telekomunikacioni apo energjia, ku shumë nga ne nuk kanë eksperiencën dhe na duhet 1, 2 apo 3 ditë, mos të harrojmë që në seancë plenare ky kalendar është aprovuar vetëm ditën e djeshme. Dhe ne unë menjëherë kam thirrur komisionin, pikërisht për të bërë këtë diskutim. Përpara ditës së djeshme, asnjë komision nuk mund të vendoste për një kalendar, dhe nëse ju gjykoni të gjithë që dita e nesërme apo pasnesërme është ditë e përshtatshme për të thirrur institucionet e pavarura, pa gestionuar një material që sot sekretaria duhet ta dorëzojë, nëse ju gjykoni, unë jam e hapur edhe për këtë. Por mendoj që na duhen të paktën 3 ditë të lexojmë materialet dhe prandaj vlerësuam datën 6 ditën e hënë. Ne mund t'i thrasim të dy institucionet në datë 6, jo në datë 7. Por na duhen disa ditë për të lexuar materialet që do t'i marrim sot. Për sa i takon ligjit, ne e pozicionojmë e propozimin tuaj të një date konkrete. Megjithatë, vlerësimin edhe të anëtarëve të tjerë. Ka ndonjë mendim? Po, zotë Jahaj. Përshëndetje. Në radhë parë doja të uroja të gjithë anëtarët e këtij komisioni kaq të rëndësishëm në fakt, edhe
ndarja dhe rregullimet që u bën për reflektimin e ndarjeve të komisioneve, besoj që ka mbledhur dhe ekspertizat e durra në këtë komision të deputetëve nga dy krahët, qoftë majorancës edhe të opozitës, për të pasur një nivel analize dhe vendimarrje para se të shkojnë në seancën plenare në mënyrë që të japin mendimet dhe reflektimet përkatëse të gjithë iniciativave ligjore që do të vinë nga qeveria. Besoj që të gjithë ne përtej fakteve të datave të afërta që janë, ju e thatë me të drejtë që vetëm ditën e djeshme u miratua edhe në parlament kalendari për periudhën 26 shtator deri në 17 tetor 2025. Besoj që ne, në qoftë se do të gjejmë frymën e bashkëpunimit me ekspertizat që kemi në përbërjen dhe me sa shoh dhe njohuritë që kemi të këtij komisioni, besoj që do të arrijmë që për një kohë të shpejtë të marrim dhe të japim mendimet tona për sa i përket të gjitha kalendarit i cili propozohet sot në bazë edhe të miratimit që është bërë ditën e djeshme të kalendarit të parlamentit dhe duhet vlerësuar që të dy dhënia e mendimeve ose të raportimeve që kanë nga autoritetet e pavarura janë për vitin e kaluar, pra besoj që ne do ta bëjmë sa më shpejt këtë në mënyrë që të japim kohë dhe atyre për të përgatitur dhe raportin që është për vitin e ardhshëm. Besoj që kemi të gjithë kohën në këto 3 ditë dhe në fakt kjo është detyra jonë, që të merremi pikërisht me këto procese të punës për të lexuar dhe të dhënë mendimet tona në lidhje me raportin përfundimtar, pasi të dëgjojmë edhe raportimet përkatëse nga institucione. Për projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes së grantit, ajo është një marrëveshje granti, besoj që do ketë është koha më së mjaftueshme për të vlerësuar ne, ku kjo marrëveshje granti nuk ka implikime të mëdha financiare dhe mund të kërkonte një mendim tjetër, patjetër si institucion të infrastrukturës ne do të bëjmë dhe vlerësimin e impaktit që ka ajo në zhvillimin e qëndrueshëm dhe në pjesën e impaktit të infrastrukturës, po si marrëveshje granti besoj që koha është më së mjaftueshme për të përcaktuar. Është e vërtet që menaxhimi i integruar i mbetjeve është një nga ligjet më të rëndësishme, sidomos për të kohë, por realisht ne si mazhorancë, besoj se ndajnë këtë opinion edhe kolegët e tjerë, nuk kemi një kohë për të humbur në lidhje me këto procese, për agjendën tonë europiane që kemi për Shqipërinë 2030, duke qenë se ligji është depozituar nga Këshilli i Ministrave në 15 shtator, mendoj që janë të gjitha parashikimet që ne të vazhdojmë me një ritëm më të shpejtë, patjetër që është e hapur për diskutime dhe kryetaria e tha që mund të presim një datë tjetër të propozuar, po e cila do të ishte prapë ndikuar dhe nga kalendari që është miratuar edhe nga parlamenti. Kështu që mendoj që ne kemi të gjitha kohën në dispozicion për të analizuar të dy projekt ligje të cilët janë për këtë komision dhe gjithashtu edhe për dhënë opinionet tona në lidhje me raportimet për vitin 2024 të dy autoriteteve të pavarur. Është kënaqësi dhe po e mbyll të fjalën time që jam në këtë komision, qoftë edhe për fushën e ekspertizës që kam mbuluar përpara si drejtues i disa institucioneve, qoftë në fushën e energjisë dhe atë të ujësillës dhe të kanalizimeve. Jam i sigurt që dhe uroj që qoftë me kolegët e opozitës dhe të tjerë të bashkojmë fushat tona të ekspertizës për të dhënë më të mirën për të gjitha ligjet dhe projekt vendimet të cilat do të kalojnë në këtë komision. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit zoti Jahaj. Po zoti Sinaj. Faleminderit kryetare. Unë në radhë parë dua t'ju uroj sukseset gjithë deputetëve që janë për herë të parë në parlament. Edhe duke shprehur atë eksperiencën time, doja t'ju thoja që është e mira që këtë komision kaq teknik ta përdorim vërtet në mënyrë teknike, me pak politik, për të dhënë më të mirën e mundshme për vendin. Se nga eksperienca që kam, fillojmë ato debatet politike për gjëra të vogla dhe i largohemi çështjes kryesore. Kështu që si një deputet me eksperiencë, doja që ju deputetëve të rinj të thosha të përqendroheni më shumë tek pjesa teknike. Zoti im që bëri shumë mirë që ngriti shqetësimin e vet, por ne kemi pasur shqetësime në komisione kur nuk ishim kohë për të lexuar materialet dhe për të përgatitur për komisionin. Kështu që ju do t'i keni të gjitha materialet në dispozicion
do përgatiteni dhe do diskutoni ditën që do të vi projekt ligji në komision apo do diskutohet çështja në komision. Pra keni kohën e mundshme për të përgatitur. Kurse pjesa mbas mbledhjes së komisionit deri në parlament, pastaj është vetëm përgatitje për një fjalim të cilin ju e keni ezauruar gjatë mbledhjes së komisionit. Kështu që mendoj, kryetare, mos kemi ndryshime në rendin e ditës së komisionit, sepse do kemi shumë projekt ligje të tjera që do vazhdojnë më tej, edhe do kryejmë në një pengesë pastaj për atë rrugën që jemi nisur drejt rrugës europiane për të çuar Shqipërinë në Europë. Kemi plot detyra për të përshtatur legjislacionin tonë me atë të Bashkimit Evropian. Kështu që edhe një herë suksese të gjithëve, ju deputetëve të opozitës, suksese edhe ju kolegëve të këtij komisioni. E shpresoj që së bashku të bëjmë më të mirën e mundshme për atë që na kanë sjellë shqiptarët në këtë tavolinë dhe në këtë parlament. Faleminderit. Faleminderit zoti Sinaj, si deputeti më me eksperiencë në këtë tryezë. Shpresoj që gjithë ne të reflektojmë në sugjerimin tuaj. Faleminderit. Zonja Gjuzi. Edhe shpresoj që të jetë jo vetëm një prezencë e mirë e fëmijës suaj, por edhe në frym të zhvillimit qëndrueshëm dhe një nga objektivave që ka zhvillimi i qëndrueshëm, ajo që lidhet me marrëzin gjinore dhe me të gjithë politikat në frym të kësaj, prezenca juaj me fëmijë këtu e përshtat atë më së miri. Faleminderit. Faleminderit kryetare. Përshëndetje të nderuar kolegë. Në radhë të parë më vjen mirë që jam pjesë e këtij komisioni. Siç e tha dhe deputeti Sinaj, ky është një komision shumë teknik, edhe pa i ditur profilet e gjithë secilit për nesh, gjykoj që një pjesë e konsiderueshme i jemi individ teknik dhe pikërisht mbështes atë që u tha më parë. Diskutimet politike do ishte mirë që t'i linim për në sallën e seancës plenare dhe diskutimet që ne bëjmë në komision të jenë shumë të orientuara në atë çka projektligjet që vijnë këtu përmbajnë nga ana e tyre teknike dhe sidomos nga ajo që lidhet me pjesën e përshtatjes teknologjisë apo të kontentit teknik në raport me përshtatjen e legjislacionit tonë me akin e Bashkimit Evropian. Ndër të tjera, duke unë vi si zëvendës ministre e turizmit dhe infrastrukturë dhe mjedisit dhe pikërisht ligji në fjalë që po diskutoheshe, ka faktikisht ka disa kohë që po përgatitet, ka kaluar në disa konsultime publike dhe mbi të gjitha është një detyrim të cilin ne e kemi në raport me agjendën tonë të negociatave. Kështu që shtodhe faktin që ky do jetë një sesion relativisht i shkurtër në raport me sesionet e tjera dhe ne na intereson sa më shpejt t'i kalojmë të gjitha çështjet që kemi në kalendar. Kështu që thënë të gjitha këto, e përsëris dhe njëherë do ishte shumë mirë që diskutimet që ne bëjmë në këtë komision të jenë përmbajtësore, të jenë diskutime teknike dhe të jenë vlerë e shtuar e punës tonë, ndërkohë që çështjet politike për të bërë diskurs, se duhet bërë diskursi, do ishte më mirë që t'i linim jashtë tryezave teknike. Ju falenderoj dhe punë të mbarë, na prift të mbarë të gjithëve në këtë komision. Faleminderit. Po, faleminderit. Në votim nuk quhet. Zonja kryetare, shumë faleminderit. Po, të lutem. Shumë faleminderit që më keni bërë pjesë të këtij komisioni. Një komision i cili ka rëndësinë e vet për momentin se ku ne duam të antarësohemi dhe për momentin kur Shqipëria ndodhet. Në fakt, është një emocion i shtuar që sot në sallë ne kemi dhe një fëmijë të vogël, sepse të gjitha ato ndërmarrjet që ne bëjmë, të gjithë punën e përditshme që do bëjmë në komision, patjetër që duhet të adresojmë tek e mira e fëmijëve tanë, e cila është patjetër antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Tani, unë jam një inxhinier ndërtimi, njoh se shumë e mirë çështjes së pronave, me një eksperiencë shumë të gjatë në administratë dhe uroj që ky komision, i cili pa diskutim ka një peshë shumë të madhe në vendimarrjen e gjithë, po themi, paketës ligjore që duhet përshtatur sa i takon Bashkimit Evropian, ne të bëjmë më të mirën tonë, edhe pa diskutim që nga ana e grupit tonë edhe nga ana ime apo e kolegëve të mi, ne do fokusohemi vetëm në diskutime teknike, sepse diskutimet politike një deputet ka kohë mjaftueshëm për t'i bërë në zonë e vet apo në parlament. Kështu që unë uroj gjithë kolegëve suksese. Unë mendoj që kemi kohë
mjaftueshme për të parë të gjithë po themi materialet që na vijnë nga sekretariati, sepse në fakt puna jonë është kjo në komisione, do duhet të punojmë, të lexojmë dhe pa diskutim të japim mendimin tonë. Nuk mund të themi s'kemi kohë, kemi gjithmonë shumë kohë për të dhënë më të mirën tonë dhe për të bërë këtë bazë ligjore apo përshtatjen e gjitha ligjeve, nuk duhet kemi vonesa, sepse nuk pret treni europian dhe antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian nuk pret dhe ne themi s'kemi kohë. Ne kemi gjithmonë shumë kohë për të bërë më të mirën për vendin tonë. Kështu që shumë uri me gjithë kolegëve të këtij komisioni, urojmë të kalojmë shumë mirë edhe na prifte mbara. Faleminderit. Faleminderit zonja Spaho edhe për eksperiencën dhe ekspertizën që ju përfaqësoni këtë komision, besoj që të gjithë ne e kemi të nevojshme. Ka çështje po zotin që duhet ta rimarr edhe një herë tjetër fjalën. Më duket se u keq kuptua diskutimi im. Spari që të bijem dakord që të gjithë si majoranca ashtu dhe opozita jemi dakord për integrimin evropian, për ta përshpejtuar sa më shpejt sepse është një ëndër e gjithë shqiptarëve dhe jemi në të njëjtën gjatësi kohore, në të njëjtën gjatësi vale për ta çuar sa më shpejt Shqipërinë drejt integrimit evropian. Zëdyti, unë e përshëndes deputetin më të vjetër që na dha një mendim goxha të vyer për të mos e kthyer politik dhe për ta pasur sa më teknik, por në qëndrimin e vet vazhdon të mbesi po politik i pandrejshëm në pjesën e çdo e mos ndryshimit të datës. Neve datën e seancës plenare kemi të planifikuar, nuk lëvizim nga seanca plenare. Seanca plenare mbetet po e njëjtë, por ne jemi këtu për të diskutuar dhe një pjesë e kolegëve edhe të majorancës ram dakord që duhet ta diskutojmë me përpikpëri dhe totalisht në aspektin teknik. Por në qoftë se neve dalim në konkluzione, qoftë edhe ju si deputet të palës majorancës mund të jepni edhe sugjerime lidhje me projekt ligjin për të ndryshuar diçka. Nuk ka afate kohore brenda 48 orëve para se ta çojmë në seancë plenare. Dhe ajo që na intereson çfarë po kërkojmë? Që të lexohet me përpikmëri, po afatet kohore të reflektimit të qeverisë për ta paraqitur bashkë me sugjerimet tona apo ndryshimet tona, të kishte një afat kohor dhe qeveria, se brenda 48 orëve qeveria nuk reflekton asgjë. Këtë po kërkojmë. Nuk po kërkojmë neve as ndryshim të datës së seancës plenare, asgjë. Ne po kërkojmë që grupi apo komisioni, që mblidhet në këtë rast, mos jetë punë për të mbaruar, por të ketë diskutime serioze, sepse këtu po flasim për projekt ligje, të cilët efekte do t'i shtrinë të shqiptarë. Qoftë për borxhin publik, qoftë për menaxhimin e integruar të mbetjeve urbane, që është një shqetësim jashtëzakonisht i madh. Dhe nëse ka një gjë që qeveria mbet në klasë është pikërisht mjedisi. Kapitulli për mjedisin është më problematiku për gjithë. Ajo që duhet shtoj është që mos diskutojmë tani në terma thjesht Shqipëria përpara, këto sloganet e kryeministrit. Unë po diskutoj në fazën teknike. Nuk mjaftojnë 48 orë. Ne nuk jemi komision, jemi ashtu siç e thatë ju, komisioni teknik. Duhet ta diskutojmë me përparësi dhe me përgjegjësi maksimale ndaj shqiptarëve. Duke u zhveshur nga koncepti politik dhe bie dakord me ju. Por kjo nuk na çon. Do të thoja Gjokundi thjesht për ta kaluar sepse o burra na iku treni i integrimit edhe mund të ketë problematika shumë të mëdha tek shqiptarët. Ky projekt ligj mund të ketë, do të thoja, ndikime parësore, qoftë pozitive, qoftë edhe negative në grupe të caktuara. E pam se ç'na ndodhi me inceneratorët. E dini shumë mirë se çfarë ndodhi me inceneratorët. Dhe keqardhi për ca kolektu që thotë kjo diskutohet kështu, apo ky projekt ligj është flitet për këtë, kjo tjetra flitet për këtë, por ne nuk kemi as draftin përpara, as se çfarë flitet konkretisht. Nëse ne do diskutojmë a priori, hajde ta diskutojmë. Por mirë kur të vi,
Sigurisht kur të vi, po sigurisht tani ne nuk po I hym aspekti teknik. Ktu jemi për çështjet kalendarit. Për sa I përket kalendarit, ne duhet I referohemi kalendarit dhe mos e fusim në hulli të diskutimit të projektligjeve pa pasur as letra dhe diskutime që nuk vlen. Ajo që më intereson është të ketë një afat jo 48 tetor, po ta ketë shumë më përpara për sa I përket pjesës së diskutimit të këtyre dy projektligjeve që janë shumë të rëndësishëm për qytetarët shqiptar. Ju falenderoj. Zoti Himçi, për të dytën herë ju nuk dhat një datë propozim konkret. Që do të ishte ndoshta arsyeja e marrjes për të dytën apo për të tretën herë. Megjithatë, dua t'i bëj të gjithë deputetët me dije që ne kemi mundësinë që për çështje që lidhen me borxhin, siç ju e tha, të marrim pjesë edhe pa qenë antar të komiteti, të komisioni për ekonomi dhe financat, ku kjo çështje dhe impakti, nëse do të ketë, trajtohet në Komision Ekonomisë, apo çështje që lidhen me ndryshime ligjore, të cilat janë të Komisioni Ligjeve. Në çdo rast, ne mlidhemi për të trajtuar dy ligjet, pasi të tre komisionet për dhënie mendim I kanë shqyrtuar. Dhe për këtë arsye është vendosur data 13, duke menduar që data 6 dhe 7 janë 2 ditë intensive ku ne të gjithë si antar mund të marrim pjesë si dëgjues në të tre komisionet nëse kemi nevojë për pjesëmarrje. Për te pjesëmarrjes në komisionin ton. Megjithatë, edhe një herë e them, mund të propozoni një datë konkrete në herën e tretë të marrjes fjalës. Zoti Muçi, faleminderit. Faleminderit. Atëre edhe përderisa është e parë për mua që kam kënaqësinë të përfaqësoj, le themi, votuesit tanë në këtë komision kaq të rëndësishëm, është kënaqësi të jem këtu. Sa I përket diskutimeve që po shtrohen, unë jam parimisht dakord me propozimin e zotit Himçi për të lënë më shumë kohë. Sa I përket datës konkrete, pastaj unë mbase s'kam dhe eksperiencën e mjaftueshme për të vendosur një datë, po ja lë përsëri atij. Megjithatë, bie dakord me përfaqësuesit e mazhorancës kur thonë që diskutimet në këtë komision duhet të jenë kryesisht të natyrës teknike dhe jo politike. Po, thënë kjo, do ju lutesha që të mos përsërisni të parrullën tashmë jo fort serioze te Diramës që po na ikën treni I Bashkimit Evropian, sepse kjo është një deklaratë tërësisht propagandistike, politike. Është një deklaratë e cila në fund të ditës, sa I përket nxitimit të madh që kemi ne, është dëshmuar edhe në të shkuarën që kryeministri I vendit, siç po e citoj, I nënshkruante VKM-t për incineratorët të. Kështu që do thoja dhe do propozoja, të ma lejoni që për herë të parë t'i jepet koha e mjaftueshme këtij komisioni për të shqyrtuar çdo projekt ligj, çdo raport në të mirë të vendit dhe për të parandaluar ato kumbullat dhe dardhët që janë ngrënë të shkuarën supozohet mbrapa kurrizit të kryeministrit. Faleminderit. Zonja Gjuze. Vetëm për të bërë një saktim, praktikisht këto ditë mbas hapjes së kapitujve që qeveria shqiptare bëri në Bruksel, është e rëndësishme të sqarohet të paktën ne këtu që jemi persona teknik, në fakt në këtë pozicion nuk vlen edhe nuk është mirë që të bëjmë dizinformime. Dëgjova zotin Himçi që tha qeveria mbeti në klasë me kapitullin e mjedisit dhe do ishte mirë që të shikonim edhe referencat e vendeve që janë antarësuar para nesh dhe kapitulli 27 është e vërtet që është një nga kapitujt më të vështirë për të negociuar dhe gjithashtu për të arritur implementimi I plot I atyre akteve dhe atyre dhe asaj akije të Bashkimit Evropian që ne do të përafrojmë në vendin ton, edhe në rastin ton, patjetër që implementimi do të negociohet për një fazë të më vonshme, pra për mbas vitit 2030. Dhe kjo është një praktikë që është ndjekur me shumë vende të tjera të Bashkimit Evropian, jo më larg se Kroacia, fqinji jon. Pra është mirë të mos bëjmë dizinformim të kësaj natyre. Procesi I negociatave po shkon pik për pik ashtu siç është negociuar në momentin e dakordimit të kalendarit. Faleminderit. Faleminderit, zoti Hoti. Faleminderit.
unë jam Kliti Hoti, po prezentohem sepse një pjesë për jush nuk lidhi figurën me emrin, ndoshta kishte kanë një vërejtje vogël që të prezentohet secili prej nesh, që të kuptojnë më kush është këtu, edhe çfarë përfaqëson, dikush kishte më shumë ekspertizë, dikush kishte më pak. U tha pjesa teknike dhe realisht më pëlqen që me diskutu në pjesën teknike dhe politike, pavarësisht që po shifsha që ka shumë konotacion politik, më shumë se sa teknik, pak të me çak po kuptojnë. Realisht përfaqësojmë ato votuesit ton dhe jena këtu për me rujt taksat e shqiptarëve. Në qose shof të kjo komision ka dhe 3 që për 28 orë për me kuptu 90 milion euro sa është vlera që do marret për, ose pak me informacionin që kam une, për hekurullën që do bëhet, për fazën e parë, them që realisht ja vlen për me pas disa ditë më shumë për me kuptu edhe për çfarë do me votu. Dhe ajo që vlerësova shumë për pjesën teknike të komisionit, shpresojmë që mos të ecim ato parullat me ekspertizës, po ekspertizë, po që t'japim më të mirën edhe realisht të punojmë fort në pjesën teknike, që t'japim një produkt mirë dhe më e bukur është te ky komision që produkti të ne kuantifikohet. Nuk është si ndoshta në disa komisione tjera, që është shumë e vështirë për me kuantifiku punën tonë, dhe si që tha, edhe më përpara për pjesën e incineratorëve në dina cili është kuantifikimi atij produktit. Pra ne të bëjmë disa gjëra që t'jenë vlerë për këtë komision, edhe në fundit dalim me një produkt që kur të shkojnë në parlament kenë vlerë për tonë shqiptarët, jo për opozitën ose për pozitën, sepse në fundit të gjithë, pavarësisht nga krahu politik, synojmë Europën, po të shkojmë të japim një produkt realisht cilësor. Faleminderit. Faleminderit zoti Hoti, zoti Klosi. Përshëndetje të gjithëve, atëherë duke uruar mbar gjithë në këtë komision të rëndësishëm, një nga më të rëndësishëm besoj sa i përket komisioneve parlamentare, atëherë së pari unë doja që të shpreh një keqardhje që të gjithë po themi një njëjtën shprehje, pra që ne duam ta mbajmë në nivel teknik komisionin, por në fakt dhe nga ana juaj si opozit po na akuzoni që ne nuk po e mbajmë në nivel teknik. Unë i dëgjova me shumë kujdes kolegët e mi dhe kanë qenë shumë korrekt. Edhe shprehje të tipit po na ikën treni europian është shumë korrekte. Nuk është as pak politike për mendimin tim. Thjesht ne ju shprehim që prioritetet që ne kemi si mazhorancë dhe kemi vënë afate shumë agresive, siç ju e dini. Kështu që e kemi si prioritet, ju mund ta gjykoni, por nuk mund ta komentoni për mendimin tim. Ne respektojmë totalisht mendimet tuaja, do ta shikoni edhe në vijim, do jemi shumë korrekt te respektimi i mendimeve, por nuk do bëjmë komente mbi mendimet tuaja, mendimi ndryshe patjetër vlerësohet dhe në fund fare hidhet në votë. Kështu që shpresoj shumë që të kemi një marrëdhënie shumë korrekte me njëri tjetrin. Unë e konsideroj shumë të rëndësishme sepse mbi marrëdhënie korrekte dhe produktet do jenë shumë pozitive. Por gjithashtu thash edhe një herë duhet që respekti të jetë reciprok. Ju bët deklarata totalisht politike, madje ishin dhe ekstreme, edhe me shprehje besoj që mendoj mos t'i kemi në vijim, me shprehje që nuk shkojnë fare, duke përmend këtu kryeministrin apo kujt diun, për shprehje që nuk i shkojnë këtij komisioni nëse ta mbajmë gjithmonë në nivel teknik. Thash nëse do flasim për të vlerësuar teknikisht, jo do flas, më fal, të lutem, do thënë, jo, një sekond, mund të flisni për qeverinë, po jo me Ju lutem me radhë, zoti Imçi. Zoti Imçi me radhë. Kur kemi fjalën, unë po jap mendimin tim, nëse si pëlqen, pastaj vazhdoj, mund ta marrësh fjalën, mund të shprehësh mendimin lishëm, por për mendimin tim, nëse vërtet do bijem dakord ta mbajmë në nivel teknik të komision, unë them që të respektojmë njëri tjetrin dhe mos ta kalojmë me ato shprehje në nivele politike. Sa i përket shqetësimeve tuaja, ku janë 2 ligje të rëndësishme, sqarojnë së radhë parë njërin që keni drejt që materialet akoma nuk i kemi, por në flasim për grant. Pra sa i përket marrëveshjes grantit, flitet për grant. Pra nuk flitet për hua, por flitet për grant. Kështu që në eksperiencën time, kur flitet për grant, granti nuk diskutohet që do merret, se është dhuratë,
por diskutohet nëse granti do përdoret për qëllimin e dur. Kështu që mendoj që ta fokusojmë diskutimin nëse ky grant do përdoret për një qëllim të vlefshëm në mënyrën e dur. Ky është mendimi im dhe mund ta diskutojmë. Sa i përket ligjit të trajtimit mbetjeve, është një nga ligjet më të rëndësishme dhe prandaj dhe ne e kemi fokusin të ecim sa më shpejt. Kështu që prandaj do doja që të përkushtoheshin sa më shpejt me materialet që kemi para dhe pa e paragjykuar se nëse do merret apo s'do merret mendimi juaj i vlefshëm, por ama thjesht të flasim konkretisht me materiale përpara dhe mos ta paragjykojmë punën e komisionit. Këto shqetësime kisha. Faleminderit. Faleminderit. Jo, do bëjmë edhe një sqarim, të lutem. Unë nuk kam të njëjtën eksperiencë si zoti Sinaj në jetën parlamentare, por ky është mandati im i dytë, kështu që kam pak eksperiencë. Për të vlerësuar dy element që të parën nga sekretaria, duhet që secili nga deputetët ketë emrin para, aq më tepër në këtë moment konstituimi kjo mungon, dhe e gjej me vend atë që ju thatë, edhe pse ndoshta backgroundi i secilit prej nesh do njihet gradualisht, por mbi të gjitha përfaqësuesi i popullit ka një background që të flasim me radhë dhe pa ndërprer tjetrin, dhe këto do ta kërkoja me shumë prullësi në të gjithë anëtarët. Ne kemi një objektiv të rëndësishëm të aprovojmë ligje për Republikën e Shqipërisë, për shqiptarët, por nëse ne në këtë komision do të bëjmë kakofoni dhe do debatojmë pa leje dhe pa marrë me radhë një herë nga mazhoranca, një herë nga opozita fjalën, as vetë nuk do kuptojmë, pa as ata të cilët na kanë votuar nuk do na kuptojnë. Kështu që këtu ja kërkoj edhe sekretare, por besoj që edhe është për gjithë ne një përfaqësim dinjitoz. Zoti Luku. Të prezantohem, unë jam Artan Luku, deputet i qarku Durrës, ju uroj sukses të gjithëve, ju uroj sukses të komisionit. Fakt ky është komisioni më i bukur i gjithë komisioneve. Domethënë do doja të isha antar, po unë jam antar zëvendësues në këtë komision. Unë them të kalojmë në propozime konkrete. Zoti im që nuk është se po kërkon, me sa kuptova unë, po kërkon që neve ta bëjmë më shpejt mbledhjen tonë dhe t'i japim atyre që do punojnë materialin, t'i japim atyre ko ta punojnë materialin. Unë do propozoj ose datën 8 dhe datën 10, ose data 10 dhe data 13. Për projekt ligjit. Data 8 dhe data 10, duke qenë se 9 është e njëjtë dhe në dijen time do të ketë seancë parlamentare. Ose mbetet data 10 dhe 13 dhe kështu ne japim i shtojmë ca orë më tepër atyre që duhet punojnë në materialin që të gjykojnë. Unë në diskutimin e zotit tim që kuptova që atyre do t'i lejmë shumë kohë. Është një propozim, seanca është planifikuar, nuk ndryshon më. Faleminderit zoti Luku. Gjithë ne hedhim votë. Ja, të marrim dhe opinione të tjera. Zonja Çapja. Përshëndetje, Klodiana Çapja, deputete e qarkut Elbasanit. Shumë e lumtur dhe unë, sikurse secili prej jush të jem pjesë e këtij komisioni, duke qenë që jo pak po prej 10 vitesh jap një kontribut në industrinë e ndërtimit. Besoj dhe unë që është jo vetëm ndër komisionet më të bukura, po ndër më të rëndësishmit dhe më me impakt në jetën e qytetarëve. Dhe në vijim të asaj që tha kolegu Himçi, kolegu Redi dhe shumë kolegë tjerë, do të kërkoja që t'i jepej një kohë më e gjatë në dispozicion se cilit prej nesh për trajtuar çështje aq të rëndësishme siç është paktën projekt ligji për mbetjet, menaxhimin e integruar të mbetjeve. Marrë shkas duke qenë se jam dhe deputete e qarkut Elbasanit, pjesa e inceneratorit ka qenë realisht një ndër problemet më të mëdha që ka pas bashkia e Elbasanit dhe nuk do doja kursesi që një çështje me kaq impakt në jetën e qytetarëve të Elbasanit të kalojë me kaq nxitim. Mos harrojmë pastaj që nxitimi na bëri që 7 ministrit mbanin në të njëjtën ditë edhe të jepin mendim për çështjen e inceneratorit, duke shkaktuar gjithashtu një borxh dhe një hendek aq të madh në buxhetin e shtetit. Kështu që s'kemi pse të marrim as pak me nxitim këtë çështje kaq rëndësishme siç është ky projekt ligj. Kështu që do ftoja nga ju e nderuar kryetarit, jepni kohën e merituar këtij projekt ligji dhe ta konsideronit kërkesën e zotit Himçi. Ju faleminderit, na vaft mbar edhe një herë.
Faleminderit, na vap mbar, po një datë konkrete nuk e dhat. Mund ta marrim, duke qenë që sapo jemi njohur me kalendarin, më duhet edhe mua pak kohë që ta marr në konsiderat në pjesën e, madje nuk e kam akoma një kopje të tij. Ka një datë tjetër përveç datës që dha zoti Luko? Zoti Imçi? Keni një datë konkrete apo është një përgjithësi dhe do të mbetemi tek diskutimi mes dy datave? Aktualisht jemi duke folur për datën 13 dhe datën 10. Edhe një herë dua të ftoj të gjithë hapim kalendarin dhe të shikojmë praktikisht që nëse 3 komisione, dhe ju ftoj edhe një herë ta vendosim pak me racionalitet aspektin kohë, jo për objektivat të tjera, vetëm për objektivin ligjor, i cili na lidh ne me veprimtarin ton të shqyrtimit pasi të 3 komisionet, edhe një herë, Komisioni i Ligjeve, Komisioni për Ekonominë dhe Finansat dhe Komisioni për Punët e Jashtme, kanë shqyrtuar dhe kanë dhënë mendim, pastaj ne si komision marrim të gjitha mendimet nga 3 komisionet dhe vijojmë dhe diskutimin për mendimet tona, por dhe me propozimet konkrete. Përsa ko ne kemi mundësi, si deputet të Parlamentit Shqipërisë, të marrim pjesë, jo vetëm si antar të këtij komisioni, në të 3 këto komisione, që unë mendoj, përsa ko nuk e kemi kalendarin e tyre, do të jetë i konstituar dhe i vlerësuar për 2 ditët e para të javës tjetër, mendoj, ose 3 ditë e para, mendoj që alternativa e datës 13 për të 2 ligje do të ishte një alternativë e vlefshme dhe nëse ka çështje ne e shtyrim edhe për datën 14. Pra, kemi datën 13 për të 2 ligjet, jo në 2 ditë veçanta, dhe nëse ka çështje vijojmë edhe në datën 14. Dhe kjo është një kohë më se e pranueshme që edhe të analizojmë të gjithë çështjet teknike, edhe çështjet përmarrje dhe dhënë një mendim nga komisionet e tjera, sepse dhe atë ne duhet ta sqarojmë me njëri tjetrin. Kështu që propozimi mbetet i datës 8 apo 10, por jemi në varësi të komisioneve tjera dhe data 13, ndryshe nga propozimi i parë, që ishte 14 për të 2 ligjet, unë do ta hidhja edhe këtë në një diskutim. Zoti Imçi do të duhet ta jap fjalën pasi të mbaroj. Kështu që për të qenë qartë, kemi datën 13 për të 2 ligjet dhe mundësia për datën 14, ose do të vendosim datën 10, siç tha zoti Luku. Zoti Imçi? Zonja Denaj, për sa i përket pjesës datës, nga 2 data po e fut në një datë. Do më thënë, është akoma më skandaloze, po ju a them sinqerisht. Do më thënë, të keni, do më thënë, të paktën minimumin e përgjegjësisë, sepse janë 2 projekt ligje, njëri më i rëndësishëm se tjetri dhe ju thoni, hajti kalojmë këtu shpejt e shpejt. Po çfarë do bëjmë? Do ketë debat, diskutim për ta kaluar nga njëra ke tjetra. Kjo nuk mund ta kalosh komisionin në një maraton, domethënë ore pa fund për diskutuar. Tani unë këto e kërkova në nivelin e përgjegjësisë teknike. Ju vazhdoni dhe mbani në linjën e përgjegjësisë politike, sepse ashtu ju është dhënë urdhri, dhe në mënyrë të pa diskutueshme mund të edhe ta bëni, se juve vendosni se keni mazhorancën e votave. Por është e pa tolerueshme dhe e pa precedent që 2 projekt ligje, njëri më rëndësishëm se tjetri, t'i fusin në një datë. Domethënë, nuk e di. Tani por nëse do na trajtoni si qente Pavlovit, hiqi bukën ta rroj djathin, unë ju sugjeroj zonja Dena që mos të paktën mos na fyni inteligjencë. E them këtë për arsye sepse janë projekt ligje, spari menaxhimi i mbetjeve të integruara është nga më të rëndësishmit dhe ka impakt ke gjithë qytetarët. Mos harrojmë, keni dështuar me inceneratorët dhe ju nuk mundet tani për ta kaluar te menaxhimi i mbetjeve urbane të integruara, të vini me një situatë të tillë kur t'i kaloni të dyja këto. Ju lutem, kërkoj të reflektoni dhe të ktheheni në ullitë e drejtuesës së komisionit. Po, për të 3-ën herë nuk dat një datë dhe ju jeni në dijen time dhe me profesionin jurist dhe mund të na ndihmonit në këto udhëzimet se si mund të kalohet nga një komision te tjetri. Megjithatë, në mungesë të dhënies së një date nga ana juaj, dhe sot diskutojmë për sigurisht 2 projekt, për një kalendar për 2 projekt ligje të rëndësishme. Unë i mbetem atëherë ose
diskutimit pak më parë në 2 ditë të veçanta ose në të gjitha në datë 13 me mundësi në datë 14. Nëse ka opinion tjetër, ne e vlerësojmë dhe po i kemi në varësi të komisioneve të tjera. Kjo është. Zoti Jahaj? Kryetare, lutem se ne po bëjmë të njëjtën përsëritje që bëhen edhe këto seanca, që themi ca gjëra dhe pastaj nuk bëjmë asnjë gjë, domethënë bëjmë vetëm politikë për retorik. Tani konkretisht unë them që kursejmë kohën edhe për të mirë të ekspertizës që kemi shqetësim të gjithë, të hedhim votime, propozimin tuaj të fundit atë datës 13 që ndoshta jep dhe një ditë më shumë për të reflektuar ndryshime, të marrim vendim dhe më pas të shikojmë materialet në mënyrë që të kemi dhe kohë, se qofse përsërisim pa propozime konkrete, për mua besoj që kemi gjithë kohën e vlefshme për të vazhduar me proceset tjera. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Atëherë e hedhim në votim datën 13. Jo, nuk e merrni dot mikrofonin pa ju dhënë unë lejen. Ju lutem. Nëse keni opinion, ju lutem, do ju kërkoja jo. Proceduralisht, jo. Të lutem. Zoti Imçi. Ju do ta merrni absolutisht fjalën, por duhet kuptojmë që ne nuk mund të marrim fjalë pa fund, pa qenë konkret dhe për të folur në mënyrë të përgjithshme. Ne sot kemi vetëm vendosjen e një date kalendari. Dhe ju ishit i pari që për te 3 herë nuk dhat asnjë datë, dhe në qoftë se tani nuk keni një datë, do duhet ta reflektoni ju, asnjë nga ne tjerët. Sepse ju jeni që flisni pa dhënë një propozim konkret. Nëse keni propozim konkret për një datë, jeni shumë i lutur të na thoni cila është data që i plotson të 2 kriteret. Edhe afatin kohë që ndoshta data 14 nuk i plotsonte, prandaj afrohem te data 13, dhe nëse ne këtu për punë kemi ardhur, nuk kemi ardhur që të rrim 1 orë në komisione, mund të rrim dhe 5 dhe 6, ne kemi pas komisione zoti Sina edhe deri 1 natës. Sepse ka ditë të tilla që duhet të punohet. Unë di që ne gjithë kemi ardhur të punojmë dhe të shqyrtojmë çdo shqetësim që vjen dhe nga komisionet e tjera. Prandaj, argumenti për t'i bashkuar në datë 13, në mënyrë që të kemi dhe datën 14 qëndron si propozim në hedhje në votim. Qofse ka një datë tjetër, urdhroni jepni argumenta, por konkretisht ju lutem. Zonja Denaj, kur neve njëri nga përfaqësuesit tonë dha një datë, ju e rrëzuat datën me argumentin që duhet japi konsiderat dhe tjerët. Dhe në qofse ne japim një datë, do të thotë që ju s'keni për ta marrë në konsiderat fare këtë datë, sepse e keni ndarë për të kaluar me datë 13, që të dyja dhe nga 13 dhe 14 përkundrazi 2 ligjet shumë të rëndësishme, po i fusni në të njëjtën ditë. Kjo për mua është e patolerueshme. Për sa i përket afateve, thash edhe një herë tjetër, ju mund të koordinoni qoftë edhe me kryetarët e komisioneve tjera për të koordinuar agjendat dhe kalendarin e mbledhjes së komisioneve. E keni fare të lehtë këtë për ta bërë me kolegët e tuaj, aq më tepër që i keni po të njëjtës forcë politike. Sigurisht që ju nuk doni ta bëni këtë. Dhe qëndrimi ynë do të jetë që nuk do të marrim pjesë në votim për sa i përket datës 13. Për sa i përket, thash edhe një herë tjetër. Dakor, hedhim në votim kalendarin ku në datën 6 dhe 7 ftojmë 2 institucione të pavarura për të prezantuar raport në vërmëtarisë të tyre për vitin 2024, konkretisht AKEB dhe ERE, dhe data 13 nisja e diskutimit për 2 projekt ligje, konkretisht projekt ligji për menaxhimin integruar të mbetjeve dhe projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes së grantit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Evropiane për Investime për projektin infrastrukturore korridore e korridorit 8 faza e parë Shqipëri, me mundësinë për të vijuar ky sesion i diskutimit të datës 13 dhe në datë 14. E hedhim në votim? Kush është pro? Kundër? Aprovohet. Faleminderit, ditë të mbarë.